Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet ja shprehim Madhit Zot, ndërsa përshëndetjet më të përzemërta ja dedikojmë të dërguarit të fundit të njerëzimit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, takohemi sërish në videon tonë të radhës, e cila ka të bëjë me agjërimin e muajit të Ramazanit. Sa herë që vjen muaji i Ramazanit, ne i themi këtij mysafiri mirë se vjen o muaj i bekuar. Ndoshta do të ishte më mirë të themi mirë se vim ne tek ti o muaj i bekuar. Përse e themi këtë? Për arsye se nëse shkojmë ne te muaji i bekuar Ramazan, do të jemi më të gatshëm për të përballuar sfidat, për të përballuar vështirësitë që ndoshta njeriu i ndjen ndonjëherë kur është në muajin e bekuar të Ramazanit. Në fakt, ai i cili agjon me shpirt, me zemër dhe me mendje, asnjëherë nuk ndjen vështirësi, përkundazi ndjen kënaqësi në këtë muaj të bekuar, sepse është muaji i cili sjell me vete bereqete, sjell me vete mëshirë, sjell me vete falje nga Zoti. Zoti në Kur'an thot: "O ju që keni besuar, agjërimi u është bërë obligim juve ashtu siç ishte obligim edhe para jush, në mënyrë që të arrini devotshmërinë." Pra, nuk është qëllimi që ne të rrim pa ushqim, pa pije, por qëllimi i kësaj e gjithë këtij ibadeti, i këtij adhurimi është që të arrijmë devotshmërinë. Agjërimi nuk është vetëm që të ndalojmë veten nga pija dhe ushqimi. Agjërimi është që të arrijmë botën e engjëjve. Për këtë arsye dhe njeriu kur fillon të agjërojë, mbështillet me botën e cila në rrethon e që quhet botë ngjëllore. Pra, engjëjt e kaplojnë gjithë botën me mëshirën e Zotit, duke i veshur njeriu dhe duke ngritur përkohësisht në këtë muaj në botën shpirtërore të engjëjve, sepse engjëjt agjërojnë, engjëjt bëjnë adhurime të vazhdueshme të pandërprera, kështu është edhe njeriu kur është në muajin e bekuar të Ramazanit. Është një shembull në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për dy shokë të cilët njëri ra dëshmor dhe tjetri vazhdoi të agjërojë muajin e Ramazanit. Dhe ai tha se ti do të kesh shpërblim më të madh tek Zoti se sa ai i cili ka rënë dëshmor. Shoku i tij u habit dhe pyeti: "Ja Rasulullah, si mund të jem unë në shpërblim më shumë se sa ai i cili ka rënë dëshmor, ka dhënë jetën e vet për këtë vend, për këtë fe, për këtë vatan?" Dhe pejgamberi alayhi salam tha: "Sepse ti ke agjëruar muajin e Ramazanit më shumë se sa ai, dhe të agjërosh një Ramazan më shumë se sa një tjetër, ka një shpërblim shumë më të madh te i madhi Zot xheleshanu." Në vazhdim, Allahu thot në ajetin kuranor në surën Bekara: "Ayyaman ma'dudat", ditë të caktuara. Është vërtet se muaji Ramazan është ditë caktuara, janë ditë të cilat janë shumë të rëndësishme. Çdo minutë, çdo sekond e njeriu në muajin Ramazan është shumë e rëndësishme që të kalohet në adhurime, të kalohet në lexim të Kuranit, të kalohet në veprime të cilat e kënaqin Zotin xheleshanu. Prandaj në këtë muaj syri shikon ndryshe, veshi dëgjon ndryshe, zemra ndjen ndryshe, për arsye se je në atmosferën e mëshirës së pafund të Madhit Zot. Pejgamberi alayhis salam thot: "Besimtari ka dy gëzime. Një është kur hap iftarin e tij pasi që të ketë përfunduar ditën, ulet në tryezën e familjes së tij dhe të gjithë duke lutur të Madhin Zot, duke falendëruar që u mundsoi që të agjërojë një ditë të Ramazanit dhe duke bërë lutje të pafund në sofrën e iftarit." Dhe gëzimi tjetër është kur të takojmë Madhin Zot, atë ditë do të takojmë sepse kemi kryer një ibadet, një adhurim me përkushtim të jashtëzakonshëm tek i Madhi Zot, dhe ai do të na shpërblej për këtë adhurim të cilën ne e kemi kryer. Njeriu më i pastër, i cili është milioner apo miliarder, nuk mund të ndjej asnjë qas kënaqësi në tij shpirtërore
me atë që ndjen besimtari musliman kur ulet në sofrën e iftarit, kur lutet tek i Madhi Zot, kur e ndjen atë kënaqësinë dhe atmosferën e jashtëzakonshme në të cilën janë ulur të gjithë familjarët dhe të buzëqeshur dhe të gëzuar me atë mirësi të madhe të Zot. Ramazani nuk është muaj mëshirës vetëm për ata që agjerojnë. Mëshira e Zotit i kaplon të gjithë. Për këtë arsye dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Idha jaa Ramadan", kur të vijë Ramazani, futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Kur të vijë muaji Ramazan, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe lidhen prangosen gjajt. Pra me këtë mëshirë të jashtëzakonshme përfitojnë të gjithë ata të cilët agjerojnë, por edhe ata që nuk agjerojnë përfitojnë nga mëshira e Zotit, se ndoshta edhe atyre do t'i mbushet mendja një ditë dhe të agjerojnë muajin e bekuar të Ramazanit. Ramazani është muaj i faljes, është mundësi që ne t'i falim të tjerët. Gjithë atyre të cilët kemi probleme me ta, kemi zënka me ta, fjalosje të mundshme, t'u falim atyre. Allahu Kur'an po thot: "Walyafu walyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Thot të falni dhe të toleroni ata, a nuk dëshironi që Allahu t'u fal edhe juve. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, zemra e cila përmban urrëtie, zili, meri dhe të gjitha këto veprimet negative që mund t'i ketë njeriu, është vështirë të hyjë në Ramazan ashtu siç i takon një agjeruesi. Prandaj duhet që të pastrojmë zemrën tonë nga çdo gjë e keqe në mënyrë që të hyjmë në muajin Ramazan ashtu siç duhet dhe ashtu siç i takon një besimtari musliman. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi shumë pak larg nga Ramazani. Kanë mbet më pak se 2 javë dhe secili prej nesh kemi bërë përgatitjet tona shpirtërore dhe materiale. Secili dëshiron që muaji Ramazan të na gjejë mirë. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar një lutje që ne kemi thënë qysh kur është futur muaji Shaban dhe muaji Rajab. Dhe këto 2 muaj kemi bërë lutje të vazhdueshme: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. O Zot, na begato neve në muajin Rajab dhe Shaban dhe na mundëso që të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit, të arrijmë sevapin e muajit të bekuar të Ramazanit. Ka shumë njerëz të cilët hyjnë duke agjeruar në muajin Ramazan dhe dalin të pafalur nga mëkatet sepse kanë qëndruar vetëm pa bukë dhe pa ujë. Po çfarë duhet bëjmë? Çfarë përgatitje duhet bëjmë në mënyrë që të arrijmë një Ramazan të suksesshëm? Së pari, me pendim të sinqert. Ky është hapi i parë që duhet të bëjmë ne. Duhet pendohemi tek Zoti i Madhërisëm me një teube të sinqert dhe të pastrojmë zemrën nga çdo gjë e keqe, të pendohemi nga çdo mëkat që kemi bërë, në mënyrë që të na zëjë muaji Ramazanit të i gatshëm për të hyrë në të apo për të ardhur ai tek ne. E dyta, të përmirësojmë marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet me të tjerët, të falim të tjerët, të shkojmë tek tjerët, të shfrytëzojmë muajin e Ramazanit për të ftuar të tjerët në iftarët tona apo për të shkuar tek ata të cilët ndoshta s'kemi qenë një kohë të gjatë. Së treti, të përgatitemi shpirtërisht. Çfarë të bëjmë? Nëse kemi falur vetëm xhuman deri tani, të vendosim të falim 5 kohët namazit në kohën e duhur. Nëse nuk kemi ditur të lexojmë Kur'an, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të gjejmë dikë i cili do të na mësoj Kur'anin, që të fitojmë sevapet e çdo shkronje që lexojmë në Kur'an dhe të mësojmë më shumë për fenë tonë, të lexojmë më shumë për Islamin tonë, të dimë më shumë për të dërguarin e fundit të njerëzimit Muhamedit alayhis salam, të dimë më shumë për shokët e tij, sahabët, të cilët e kanë rrethuar një kohë të gjatë dhe kanë mësuar dhe kanë transmetuar tek ne fenë tonë. Dhe së katërti, duhet të përgatitemi në aspektin moral. Agjerimi, thamë më lart, nuk është vetëm të qëndrojmë pa bukë dhe ujë. Agjerimi është edhe me gjuhë. Varet se si do të përdorim gjuhën tonë. Do të përdorim duke përmendur Allahun, duke lexuar Kur'an,
apo gjuha jonë të përdoret për të përgojuar, për të folur keq për të tjerët, për shpifur për tjerët, kjo e prish dhe e përfundon në tërësi sevapin e muajit të bekuar të Ramazanit. Së fundmi, muaji Ramazan është një muaj i cili mund të mos përsëritet për dikë. Ka shumë njerëz se cilët vitin e kaluar agjëruan muajin e Ramazanit, por jashtë që këtë vit nuk janë. Ka shumë njerëz se cilët hynë muajin e Ramazanit, dalin nga muaji i Ramazanit, por i dalin të pafalur. Edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, i shkatëruar qoftë ai i cili hyn në muajin e Ramazanit dhe nuk i falen mëkatet. Nëse dëshirojmë të dimë se me të vërtetë na është pranuar muaji i bekuar Ramazanit, shikoje veten se si ke qenë një ditë para se të hysh në Ramazan dhe ditën në të cilën ke dalë nga Ramazani, ditën e Bajramit. Nëse je më mirë se kjo ditë, atëherë përgëzime për ty se të është pranuar Ramazani, sepse ti ke ndryshuar në këtë muaj, ke ndryshuar në këtë shkollë të Ramazanit, ke ndryshuar këtë stinë të veçantë shpirtërore për të cilën na ka dërguar i Madhi Zot. Në fund, lutemi te i Madhi Zot që të na lehtësoj agjërimin e këtij muaji të bekuar, na lehtësoj ibadetet që i bëjmë, namazet që falim, teravit dhe të gjitha sadakat, zeqatet që i japim, na pranoj në këtë muaj i madhërishtmi Zoti fuqiplot. Në fund lutim Allahun xhaleshanuhu që të gjithë ata të cilët janë të smur, Zoti t'i shëroj. Të gjithë ata të cilët janë të vdekur, Zoti t'i mëshiroj. Edhe të gjithë ata të cilët do të hyjnë në këtë muaj të Ramazanit, t'u lehtësoj këtë muaj të Ramazanit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Deri në takimin tonë të radhës, një mbetëshi në mëshirën e Madhit Zot.